Pas përfundimit të muajit të begat të Ramazanit, besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajramin, mëngjesin e kësaj të premteje. Qindra besimtar musliman u mblodhën në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër, ku kryen faljen e namazit, duke shënuar kështu nisjen e festimeve për këtë ditë të shenjtë. Në fjalën e tij, zëvendës myftyu i Shkodrës Erben Halluni vuri theksin tek rëndësia e forcimit të vlerave të familjes natyrale, sidomos në një botë që po ndryshon me ritme të shpejta dhe që shpesh sfidon traditat dhe identitetin shoqëror. Në këtë kohë kur toka dhe bota po ndryshon me shpejtësi dhe shumë vlera po të rënditen, ne kemi një detyrë të madhe të harrojmë tabanin e familjes së natyrshme. Familja është themeli mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Kur familja është e shëndosh, padyshim shoqëria është e tillë. Kur familja dobësohet, edhe shoqëria fillon të rënohet. Ja ju an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një njeri dhe prej tij krijoi bashortën e tij. Ky është modeli i qartë që Allahu ka vendosur për njerëzimin. Familja e ndërtuar mbi burrin dhe gruan, mbi babën dhe nanën. Fëmia ka nevojë për dashurinë e nanës dhe për forcën dhe mbështetjen e babës. Ai rritet i plot kur ka pranë dy prindrit. Ndërsa sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nanë dhe babë me shprehje të ftofta si prindër 1 dhe prindër 2. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Nuk mund të zëvendësohet roli i nanës, nuk mund të zëvendësohet roli i babës. Prandaj ne duhet ta themi me qetësi, por me vendosmëri. Ruani familjen, ruani nanën dhe babën. Ruani identitetin e fëmijëve tanë. Sepse kur fëmijët rriten pa ky themel të shëndosh, ata humbin orientimin, humbin sigurinë dhe humbin modelin e jetës. Fitr Bajrami vijon të mbetet një moment të reflektimi, solidariteti dhe bashkimi mes njerëzve, duke përcjell mesazhe paqeje, harmonie dhe mëshire për të gjithë besimtarët dhe mexhor. Star Plus uron të gjithë besimtarët musliman, gëzuar dhe me zemër të bardhë Fitr Bajramin.